Ka nisur faza e dytë e konkursit kombëtar të gjuhës shqipe në nivel ZAVAP me pjesëmarrje të gjitha shkollave nëntëvjeçare të Shkodrës. Kjo fazë sjell dhe risi në formatin e konkurimit, ku nxënësit do garojnë në disa kategori si kartolina librit, debati dhe projekti. Drejtoria ZAVAP e Shkodër Brisele Kadia tha se qëllimi kryesor i këtij konkursi është theksimi i rëndësisë së gjuhës në një kohë kur ajo përballet me sfida të shumta, si ndikimi i teknologjisë dhe përdorimi i shtuar i gjuhëve të huaja në komunikimin e përditshëm. Risia këtë vit është që është e përcaktuar se çka do konkurohet dhe për çka do të garojnë, është kartolina e librit, debati, projekti dhe pastaj edhe pyetje të ndryshme që i kanë hartuar dhe i kanë ngritur grupi i punës që është ngritur në nivel ZVA për të hartuar komplet pyetjet dhe gjithë pjesën organizative të këtij konkursi. Qëllimi kryesor i konkursit është rëndësia e gjuhës shqipe. Në fakt, gjuha shqipe është identitet kombëtar, por nga ana tjetër është edhe ajo ndërmjet së cilës përcillen vlerat tona kombëtare, formsohen mendimet dhe komunikojnë nxënësit me njëri tjetrin. Zhvillimet teknologjike në fakt që tashmë të gjithë jemi dëshmitar, na imponojnë që nxënësve tanë t'u mësojmë për ta shkruar dhe për ta trajtuar mirë çdo fjalë të gjuhës shqipe në mënyrë që të mos cënohet asnjë mendim në momentin që komunikohet, qoftë edhe komunikimi në rrjetet sociale që është shumë i rëndësishëm i ditëve të sotme. Ditët e sotme, ruajtja e gjuhës shqipe vazhdon të jetë sfidë dhe qëllimi kryesor i këtij konkursi ky është në mënyrë që të ruhet gjuha shqipe, të ruhet identiteti jon kombëtar. Është sfidë pasi sigurisht janë gjuhët e huaja ato që janë pjesë kryesore e komunikimit mes nxënësve tanë, por sigurisht janë edhe ato shkurtimet e fjalëve që shpesh herë nxënësit kur arrin një farë niveli nuk ja dinë edhe kuptimin e shkurtimeve dhe pikërisht qëllimi i këtij konkurimi është që çdo fjalë e gjuhës shqipe të jetë e shkruar dhe e sqaruar qartë kuptimi i saj, sigurisht përmes këtij konkurimi. Konkursi do zgjas 4 ditë ku nxënësit do të kenë mundësi të shprehin aftësitë e tyre në përdorimin e saktë dhe të pastër të gjuhës shqipe.